Ismail Kadareja, shkrimtari më i madh shqiptar i të gjitha kohërave, lindi më 28 janar të vitit 1936 në Gjirokastër. Ismail Kadareja e kaloi fëmijërinë të trazuar nga pushtimi italian, lufta italo-greke e të tjera zhvillime të luftës së dytë botërore në Gjirokastër. Arsimin fillor dhe të mesëm i përfundoi po në vendlindje, ndërkohë që arsimin e lartë në degën Gjule Tërsi e përfundoi në vitin 1956 në Universitetin e Tiranës, ku mori diplomën e mësimdhënësit. Kadareja ra në kthetrat e artit të shkruar dhe të interpretuar në moshë fare të vogël. Ishte vetëm 11 vjeç kur lexonte letërsi për të rritur, nisur me tragjedin Macbethi të Shakespeare-it. Meqense ende nuk e konceptoja se thjesht mund të blija në një librari, kopjoja shumicën e saj me shkrimdore dhe e mora me vete në shtëpi. Imagjinata e fëmijërisë më shtyu të ndihesha si bashkautor i tragjedisë. I magjepsur nga letërsia, Ismail Kadareja nis të shkruaj tregimet e para të shkurtra, qysh në moshën 12 vjeçare, një pjesë të cilave publikohen në revistën për fëmijë Pioneri që dilte në Tiranë. Kadareja publikon librin e parë me poezi, Frymëzime djaloshare, në vitin 1954, ndërsa 3 vite më pas, më 1957, ai publikon edhe një tjetër libër me poezi të titulluar Ëndra. Në vitin 1958, kur ishte në moshën 22 vjeçare, Ismail Kadareja fiton një konkurs poezie në Tiranë, një ngjarje që i mundson për zgjedhjen për të shkuar me studime jashtë vendit, saktësisht në Institutin e Letërsisë Maksim Gorki të Moskës. Në Bashkimin Sovjetik, Kadares i jepet mundësia të lexonte krijimet e disa prej shkrimtarëve më të mirë të botës, si Jean-Paul Sartre, Albert Camus dhe Ernest Hemingway. Aty ai njihet me shkrimtar të njohur sovjetik, por edhe nga vende të ndryshme të botës, kontakte që i hapin mendjen dhe i mundsojnë të kuptoj nivelin e letërsisë së kohës, të kuptoj avantazhet e letërsisë që pasqyron të vërtetën dhe disavantazhet e letërsisë së realizmit socialist. Gjatë qëndrimit në Bashkimin Sovjetik, Kadare botoi një përmbledhje poezish në gjuhën ruse dhe në vitin 1959 shkroi romanin e tij të parë, Qyteti pa reklama, që kritikonte karrierizmin socialist në Shqipëri. Pas kthimit në Shqipëri në vitin 1960, Ismail Kadareja vijoi të shkruante poezi dhe pros, që herë lëvdoi e herë kritikoi, por se suksesin e jetës e arrin me romanin Generali i ushtrisë së vdekur. Nisur nga një ngjarje vërtet, romani flet për një general ushtrie dhe një prift, të cilët vinë në Shqipëri 20 vjet pas luftës së dytë botërore për të gjetur eshtrat e ushtarëve italian të vrarë në luftime, me qëllim për t'i çuar pranë familjeve. Romani që në Shqipëri u kritikua për përçmimin e idealeve socialiste dhe për tonin e tij të errët, pati një sukses të jashtëzakonshëm në Francë dhe më tej në gjithë botën. Generali i ushtrisë së vdekur frymëzoi 3 filma artistik. I pari, me të njëjtin titull, u realizua në vitin 1983 në gjuhën italiane me regji të Luciano Tovolit dhe me aktor protagonist Marcello Mastroianni dhe Michel Piccoli. Filmi tjetër që realizohet nga francezët në vitin 1989 me titull Jeta dhe asgjë tjetër, i vendos ngjarjet pas përfundimit të luftës së parë botërore. Mëtej, po gjatë të njëjtit vit 1989, Kinostudio Shqipëria e Re përfundon filmin Kthimi i ushtrisë së vdekur me regji të Dimitër Anagnostit dhe me aktor protagonist Bujar Lakon. Problemet e veprës së Kadares, të kritikuar shpesh për devijimin nga realizmi socialist, nisën të rëndohen duke e detyruar shkrimtarin që të mendonte për mbijetesën. Për këtë qëllim, ai shkruan romanin Dimri i vetmisë së madhe, më vonë ndryshuar në Dimri i madh, ku e portretizon liderin komunist të shqiptarëve Enver Hoxhën si një vigan në mbrojtje të principeve njerëzore e komuniste. Pra për Kadaren dhe shumë kënd tjetër, ky roman shërbeu si një dhuratë për diktatorin për qëllimin që ai të merrte në mbrojtje shkrimtarin e madh. Mëtej, Kadareja do të shkruante edhe disa nga romanet më të mira të krijuara prej tij, si Pallati i Ëndrave, Piramida e të tjerë, duke arritur një sukses të përbotshëm. Në vitin 1990, Ismail Kadareja u largua për në Francë, ku kërkoi azil politik. Ikja e tij u lexua më tepër si një shenjë dërguar shqiptarëve, me qëllim që edhe ata të vepronin ngjashmërisht kundër regjimit komunist. Pas rrëzimit të komunizmit, Ismail Kadares ju kërkua nga partitë politike
që të pranonte të bëj presidenti konsensual i vendit. Kadare u nominua për çmimin Nobel në letërsi 15 herë me radhë. Në vitin 2005 ai u vlerësua me çmimin ndërkombëtar Man Booker, në vitin 2009 me çmimin Princi i Asturias, në vitin 2015 me çmimin e Jeruzalemit, në vitin 2020 me çmimin ndërkombëtar për letërsinë Neustat e të tjera. Ismail Kadareja e mbylli me jetën në 1 korrik 2024 në Tiranë, në moshën 88 vjeçare.